Përshëndetje të gjithëve, jemi në podcast, jemi në radar, do të flasim për mjekësinë, për pankreasin dhe me ne është nutricionisti, imazheristi Luciano Bardi. Zoti Bardi, faleminderit shumë që jeni me ne. Kënaqësi që përsëri jam përballë jush. Pankreasi, misterioz, po ashtu i rrezikshëm, çfarë është konkretisht? Pankreasin unë e quaj si një organ ose si një fabrik e cila në trupin ton ka rëndësi shumë të madhe. Këtu në Shqipëri është libri i parë i cili shkruhet një libër për pankreasin dhe ai është botuar para një jave. Dhe mbi pankreasin, imagjinoje, është vetëm 80 gram si organ, pra pesha e tij është vetëm 80 gram dhe ka funksione aq shumë të mëdha në trup sa që lidhet drejt për drejti me energjinë e trupit. Dhe ky organ është aq shumë i vështirë që të diagnostikohet nëse ka diçka dhe fatkeqësisht njerëzit që diagnostikohen me një kancer në pankreas e kanë shumë të vështirë që ta përballojnë ose që të keni një gjatësi të lartë dhe kohëzgjatja, domethënë e kancerit pankreas, maksimumisht deri në 5 vite, sepse pankreasi ka raport dhe është organ që në më së shumti nuk ka raport me organet jetike. Pra është organ që është i fshehur dhe unë i quaj mbreti Luan. I quaj organ misterios dhe i quaj si një hero që nuk ka pelerin. Sepse drejton përthithjen e glukozës, pra ai prodhon insulin nga qelizat beta, nga ana tjetër, ndërkohë që është vetëm 70 gram si organ, prodhon disa enzima cilat janë jetike për tretjen e ushqimit, kryesisht të proteinave, të karbohidrateve dhe të lipideve ose të yndyrnave. Por nga ana tjetër ka funksion dhe endokrin që bën të mundur prodhimin e insulinës. Nëse ky organ nuk funksionon siç duhet, që ka shumë faktor, pagjumësia, ushqime toksike, marrje e shumte e medikamenteve, pjesa e ushqimeve industriale të procesuara, patatinat, chipsat, Coca-Colat, këto kanë edhe lëndë toksike për sistemin endokrin, ky funksion ose funksionet e këtij organi ulen. Si ne mund t'i kuptojmë? Vitamina D dele ulur, sistemi imunitar i dobët, viroza të vazhdueshme, një person që ka fryrje barku, një person që nuk defekon siç duhet, dhe pastaj her pas here shkon dhe bën analiza dhe nuk gjen një, si thua, një shkak. Pankreasin unë e quaj dhe si një xixëllonjë që ndriçon gjithë barkun. Përse e thash në këtë kontekst? E thash në këtë kontekst sepse duke qenë se është vetëm 70-80 gram, ai ka aftësinë për të ndriçuar të gjitha organet e barkut. Duke nisur, pozicionimi i tij është në pjesën e pasme, nuk ka raport as me stomakun, nuk ka raport as me shpretkën, nuk ka raport as me mëlçin. Madje është pas tyre dhe në mjekësi quhet retroperitoneal. Ka raport vetëm me enë të gjakut. Dhe fakti ose arsyeja kryesore që ai është i rrezikshëm dhe kur një person preket nga kanceri në pankreas është se ai prek drejt për drejti enë të gjakut. Pra pankreasi merr ushqim nga arteria mezenterike superiore dhe nga trungu celia, kryesisht nga arteria splenike, por duke qenë se ka raport me enë gjaku, nëse ai preket, pra nëse formohet një masë aty, kjo masa qa bën, jep edhe metastazat e enë të gjakut. Dhe duke qenë se jep metastazat e enë të gjakut, aty afër është aorta dhe prek organet më jetike, prek zorrën e trash, prek mëlçin, dhe më së shumti është si një organ i kamufluar që unë e quaj si një organ shumë misterioz, por në Shqipëri nuk njihet. Edhe e kam sjell të libër për arsye edukuese, për arsye që ne ta kuptojmë se brenda kemi një dritë, të gjitha organet kanë dritë në trupin ton, por dhe për arsye që ne të ndërgjegjësojmë akoma dhe më shumë. Duke qenë se këtu në kopertinë tregohet pjesa e dritës dhe këtu është pak, si thua, kuptim plot edhe ti jep atë pjesën që është si një tru i dytë. Dhe unë sistemin tretës e përkufizoj në mënyrë shumë metaforike. Këtu nëse ne bëjmë kujdes për atë në lidhje me gjumin, në lidhje me pjesën e ushqimeve, marrjen sa më të pak të medikamenteve, aty kur nuk duhet, aty kur duhet. Dhe ky pankreas pastaj imagjino e merr pjesë edhe në drejtimin e zemrës, ka dhe funksione të rëndësishme në pjesën e trurit. Nëse ndjehemi shpesh herë të lodhur, i bie që të kemi dhe diçka në pankreas, pra një lodhje pa shpjegueshme ose një humbje drastike nga pesha, një zverdhje në fytyrë, madje do të them edhe një shenjë që lidhet drejt për drejt me ato shenja dyshuese të cilat ne duhet të dyshojmë, por do ta them në vimësi që duhet të bëhemi merak edhe duhet të shkojmë tek personeli mjekësor. A një moshë pankreasi? Ka një grup moshë të saktuar? Fatkeqësisht nuk ka grup moshë të saktuar sepse sot konsumimi i alkoolit,
konsumimi i pijeve industriale ose i ushqimeve të procesuara. Ushqimet e procesuara kush janë? Këto që brenda kanë aditive dhe që kanë emulsifikator. Këtu përmendim cornflakesat, përmendim biskotat, moltot ose këto që merren direkt nga marketi dhe konsumojnë. Këto ç'a bëjnë? Këto rrisin ngarkesën ose lodhin pankreasin, sepse nuk kanë brenda aty polifenol, isoflavone, pra nuk janë ushqime organike. Dhe pankreasi në këtë jetë që ne jetojmë ose në këtë botë që ne rrethojmë nuk ka një moshë. Pra çdo person ose kalon 35 vjeç, 40 vjeç bëhet më i prirur për të pasur inflamacion të tij, sepse jeta që ne bëjmë sot, ushqimet, ujë që konsumojmë, kozmetika, shumë produkte që ne mund t'i vendosim, ajri që thithim, gjumi është shumë problem i pankreasit. Sot njerëzit e shekullit të 21 ose njerëzit të vitit 2026 nuk flen dot me gjumë. Pankreasi ka dhe mekanizma që ndihmon dhe në prodhimin më cilësor të melatoninës. Melatonina është hormoni i gjumit. Një person që ka pankreas të lodhur ka dhe një gjumë jo të shëndetshëm dhe jo cilësor. Ku janë ato raste që ne duhet të shqetësohemi, të shkojmë tek mjeku, paraqitemi? Tani është një shenjë kryesore e cila zakonisht ajo shtrihet në dhimbje në pjesën e pasme të mesit dhe është një dhimbje e cila persiston në mënyrë të vazhdueshme. Çfarë do thotë persistim? Nuk lidhet me ushqimin, pra dhe nëse ne heqim disa ushqime, pra nëse ne heqim qumshtin, disa lloje të bulmetit, pjesën e bukës, ajo dhimbje përsëri persiston, do të thotë që vazhdon. Dhe kjo dhimbje është si në formën e një djegjeje. Pra të djeg pjesa e pasme e shpinës, jo regioni poshtëm i shpinës, por pjesa e mesit, ku është diafragma, pak poshtë diafragmës. Dhe është kryesisht në pjesën e pasme, jo në zonën e kraharorit, por në pjesën e pasme, e cila dhe vazhdon dhe bëhet me intensitet më të lartë. Pra nuk lidhet as me vertebra, që mund të ketë në një shtypje të diskut, nuk lidhet as me ndonjë problem në zemër, as me ndonjë ftoje muskulare, pra përjashtojnë këto problemet, ftoja muskulare, problemi vertebrave, problemet kardiake, problemet e stomakut. Atëherë, kjo dhimbje e cila vazhdon dhe persiston edhe në gjumë, kur na lë dhe pa gjumë, duhet parashtrohemi direkt tek mjeku ose kur bijem nga kilet. Në një periudhë kohore për 6 muaj, ne ndijmë se mund të bijem nga kilet deri diku 15-12 kg dhe kjo është një ndër faktorët më kryesorë që përsëri duhet të shkojmë tek mjeku, ose një lodhje pa shpjegueshme, lodhje e cila mund të jetë unë lodha pa arsye. Fjala vjen konsumove ushqim, bën jetë kujdesshme, përsëri personi ka një lodhje që sa vjen dhe bëhet më e dukshme. Pra lodhje pa shpjegueshme, rënje në kile në mënyrë drastike për një periudhë kohore 10-12 muaj. Dhe pjesa e tretë që është më kryesorja, dhimbjet në pjesën e pasme të kurrizit, jo në pjesën lumbare, por poshtë diafragmës, ku mbaroni edhe mushkrit ose ku ndodhet pjesa e mushkrive. Dhe këto janë ato 3 faktorët më kryesorë. Pastaj ka dhe faktorë të tjerë që është zverdhja në fytyrë, ka dhe faktorë të tjerë që është yndyrna në feqe, edhe pjesa e feqes se si është e formuar shumë e rëndësishme dhe nuk është turp për ta thënë, por personalisht është mirë, këtu edhe mund të disa që s'mund ta mendojnë shumë thellë, mund të thonë që shiko se çfarë po flet. Është e mira që jo të gjithë, por ata që mund të kenë probleme me obezitetin, me sëmundjet kardiovaskulare, me mëlçinë e dhjamosur, që feqen e tyre ta shikojnë një herë. Domethënë kur para se të bëhet ai flashi, para se të hidhet ujë dhe para se të pastrohet i gjithë tualeti, të shikohet një feqja. Siç ne mund të shikojmë urinën, që mund të konsumojmë alkool ose mund të konsumojmë një ushqim tjetër, ashtu mund të shikohet edhe feqja, sepse ka dhe analiza specifike për të parë, domethënë pse sa feqja është e formuar ose jo, ka yndyrnë ose jo, dhe është edhe një problem tjetër i cili quhet steatore. Kjo është problemi kur feqja ka yndyrnë edhe pankreasi është insuficiencë përkundrejt prodhimit lipazës, sepse prodhon dhe enzima jetike për tretjen e ushqimit. Kur pankreasi nuk funksionon siç duhet, i gjithë sistemi kolapsohet. Kolaps do të thotë fiket. Pankreasi unë e përkufizoj si kozmos apo si një mikrokozmos. Dhe ky mikrokozmosi ka lidhje të drejtë për drejtë me qendrat më inteligjente të trupit të njerëzit. Ka lidhje me trurin, ka lidhje me zemrën, dhe gjitha organet janë në unitet, janë në harmoni. Por nëse ne i prishim marrëdhëniet me pankreasin, ky nuk është as marketing, sepse nuk mund të bëhet marketingu në Shqipëri duke botuar libër për pankreasin. Ky nuk është as një libër që flet për dashurinë.
Ky nuk është asnjë libër që flet për diçka se si ne duhet bëhemi të pasur, ose nuk është asnjë libër se si flet që ne të jemi më të zgjuar ose më të mençur. Është një libër i cili bëhet vetëm për të rritur ndërgjegjësimin, për të kuptuar se ne kemi një mikrokozmos dhe për të kuptuar se trupi jon është shumë i zgjuar dhe për të kuptuar se ky organ nuk është thjesht aty që drejton, ne pankreasin e njohim vetëm nga diabeti. Pra, kur ne personin e njohim se ka diabet, ne mendojmë pankreasin. Por pankreasi prodhon dhe disa lëndë të tjera, cilat po t'i flasim këtu, nuk do na zgjasë as emisioni, urokortinën, kalikreinën, neurotenzinën, madje prodhon dhe disa lëndë të rëndësishëm për coptimin e yndyrnave, këto quhen lipazat. Pra, 70 gram, por aty është si një dritë që ndriçon të gjitha organet e barkut. Dhe synimi apo qëllimi kryesor i librit është vetëm ndërgjegjësimi, përkujdesja, dhe pankreasi është një organ që do vetëm dashuri. Në kuptimin që kujdesi me gjumin, eliminimi i alkoolit, eliminimi i ushqimeve të procesuara. Zoti Bardhi, ju thatë që pankreasi është vdekjeprurës për fat keq, sidomos nëse kemi kancer në pankreas, por a është vdekjeprurës edhe në kushte të tjera? Po 95%, madje edhe para 2-3 javësh ka dalë një grup shkencëtarësh spanjoll, edhe ka thënë që fazat eksperimentale tek mint, tek adenokarcinomat pankreatike, kanë dalë me rezultat pozitiv. Edhe kjo për botën mjekësore dhe për gjithë njerëzit që kanë këto probleme, që ne ju urojmë shërim sa më të shpejt, ka ndezur një dritë jeshile shumë të madhe për botën. Por deri më sot që ne flasim, 95% e kancerit, domethënë e adenokarcinomave, të cilat janë malinje, që janë të tipit shumë agresiv, fatkeqësisht manifestojnë me vdekje tek këta njerëz, dhe është shumë e dhimbshme sepse sot edhe bota e mjekësisë nuk arrin dot që t'i japi një zgjidhje, sepse po them, organet e tjera janë të lidhura me disa arteri ose me disa kapilar që nuk janë shumë kryesor. Pankreasi ka raport me aortën abdominale, ka raport me vena cava inferior dhe ka raport me një rrjet limfatik, me një rrjet nervor, me disa ganglione, me disa tufa nervore aq shumë të rëndësishme se që këto lidhen drejt për drejti dhe me mëlçin. Dhe duke qenë se mund të preket ose mund të krijohet aty ndonjë mas, këto inflamacionet ose këto qelizat kancerogjene mund të prekin direkt gjakun, pra kontaminon gjakun. Dhe është e vështirë që jetëgjatësia për momentin të zgjatet dhe jetëgjatësia kur ne prekemi nga një sëmundje e tillë është rreth 5 vite maksimumi. Dhe është shumë tinzar dhe ka këto simptomat që ne po themi, lodhjen e vazhdueshme, rënjen në kile, pra rënjet nga kilogramët, është një dhimbje e cila vazhdon në pjesën e pasme të mesit, është një problem me fryrjen e paspjegueshme. Pra personi mund të fryhet dhe kur pi ujë, kur s'ka probleme me stomakun, kur s'ka probleme me pjesën e zorës soll, por fryrja vazhdon, pagjumësia vazhdon, dhimbja në pjesën e shpinës, që nuk ka lidhje me vertebra, që siç e përmendëm dhe pak më parë. Dhe është një organ që më shumë t'i mërzitet kur ne qëndrojmë pa gjumë. Si a lidhet pankreasi me organet e tjera? Pra nëse një pankreas jo i shëndetshëm, mund të ketë një veshk më të pak shëndetshme, një mëlçi më pak shëndetshme, një zemër më pak shëndetshme? Kur ne qëndrojmë pa gjumë. Pankreasi ka disa lëndë të cilat quhen bikarbonate, unë i kam shkruar, dhe këto bikarbonatet quhen HCO3. Do të thënë bikarbonatet janë disa lëndë neutralizuese, të cilat neutralizojnë lëngjet gastrike. Dhe bikarbonatet prodhohen zakonisht nga funksionet egzokrine ose nga pjesa e qelizave centroacinare. Kur pankreasi lodhet nga alkooli ose nga duhani, konsumimi i cigareve elektronike, i redukton këto lëngje. Duke qenë se i redukton këto lëngje, puna e zemrës bëhet më e vështirë, sepse pankreasi është një organ që ndihmon dhe në përthithjen e mineraleve. Pankreasi me ato, sepse ne dim që këto ushqim që marrim, ai ushqim na jep energji, ama pankreasi është dera kryesore e dhënies së energjisë. Dhe një pankreas i ngarkuar lodh edhe punën e zemrës, sepse zemra do të marrë më pak mineralet, siç janë kaliumi, kalciumi, magnezi, zinku, dhe kjo do të lodhë dhe aftësinë e muskujve skeletik
të kartilagove, të ligamenteve, pra një pankreas që nuk funksionon siç duhet, që funksionon i nervozuar, në kuptimin që ai e di se çfarë ti jetë e bën edhe nuk ti jep ato enzimat siç duhet. Dhe kur nuk ti derdh ato enzimat siç duhet, lodhet zemra, truri krijon një mjegullim. Një person që ka pankreas më të ngarkuar ka dhe tru të mjegullt, kujtesë jo të shëndetshme, mund të ketë agresivitet më të lartë, mund të agjitohet. Një ndër molekulat më misterioze të pankreasit që unë kam studiuar kohët e fundit është një molekule e cila quhet neurotenzina pankreatike. Këtë bota e mjekësisë ose librat shkencor nuk është se e njohin shumë. Kjo modulon drejt për drejti dhe vepron si një sinjalistik edhe i jep urdhër ose i jep një sinjalizim hormoneve dhe enzimave të pankreasit që të derdhen në zorën e hollë, se pankreasi ka raport në pjesën e pasme, i tham, edhe i derdh. Unë këtu kam edhe një foto që e përshkruan. Shikoni çfarë pozicionimi ka pankreasi. Këtu është pjesë e pankreasit dhe këtu është zora e hollë. Të gjitha lëndët e tij derdhen zakonisht nëpërmjet një duktusi ose nëpërmjet një kanali në pjesën e papila vater. Papila vater është një kanal që lejon derdhjen e enzimave në zorën e hollë. Dhe kur këto enzima nuk derdhen siç duhet në zorën e hollë, pjesa e muskujve, zemra, truri nuk merret energjia e dur. Dhe shumica e njerëzve që marrin minerale të kota, suplemente të kota, vitamina të kota, është fjala kryesore se ata mund të kenë një lodhje të pankreasit, nga pagjumësia, nga një stres, nga një ankth, nga një problem familjar ose pjesë e gjumit. Gjumi unë i ndalem shumë sepse sot njerëzit nuk flen më gjumë. Dhe pankreasi kur ngarkohet, trupi krijon edhe myk. Krijon dhe papastërtira. Dhe miqt më të shëndetshëm dhe ata që më shumë ti pankreasi do është një gjumë i shëndetshëm, një aktivitet fizik. Aktiviteti fizik lidhet vetëm me ecjen. Pra, unë këshilloj më shumë ecjen në kohët e sotme sesa një palestër që mund bëhet në orën 12 të natës ose në orën 1 të natës. Ecja, vrapi lehtë, aktiviteti fizik, ushqimi i shëndetshëm, proteinat, acidet yndyrore, perimet, karotat, zarzavatet, finoku, selinoja, lëngu i mishit, veza, arrat, lajthit. Madje një super ushqim që aktualisht ne kemi, sepse është akoma faza e dimrit, është preshi. Preshi ka metoksisalvigenin, metoksiluteolin, ka sekoizolarisixirizinol, tilirozide, dhe këto janë flavonoid ose komponent organik që mbrojnë pankreasin. Pra preshi, lëngu i mishit, qepa, vajullirit, veza, por kryesisht vaksin dhe natyrale për sistemin imunitar në këto kohra është lëngu i preshit me mish. Qartë, këshilla juaj për çdo person vetëm që me duhet nga pankreasi? gjumin. Vetëm me gjumin nuk duhet abuzuar. Pankreasi nuk e dëshiron as pak që një person të bëj gjumë të pashëndetshëm. Fjala vjen që të flej në orë të vona, që të ekspozohet edhe para një pajisje elektromagnetike ose që të ekspozohet para një pajisje e cila ka rreze blu, që mund të jetë telefon, që mund të jetë tablet, që këto mund të jenë në orë të vona të natës. Nuk e do këtë pankreasi dhe për këtë pankreasi e pret shumë keq. Domethënë nuk e mirëpret mirë. Dhe një ndër arsyet e tjera që pankreasi dëmtohet është që ne e thamë edhe pak më parë, janë ushqimet me aditiv. Domethënë që ndodhen te chipsat, te patatinat, tek molto, te karibot dhe disa ushqime të cilat janë shumë të shëndetshme. Unë i kam përmendur dhe këtu boronicat, vajullirit, karotat, lëngu i mishi, karotat madje përmban. Karota është edhe lëndë antikancerogjene. Preshi dhe karota. Karota përmban luteolin, panaksiol, panaksitriol, epiluteinat, ksantofilenët, ndërsa preshi përmban disa lëndë të tjera të cilat përmbajnë dhe kalium, pra kanë dhe lëndë të tjera antioksidative dhe për mendimin tim duhet të kemi shumë kujdes. Nëse ne kujdesemi për pankreasin, zëre sikur jemi kujdesur për gjithë sistemin imunitar, se po do psu ai, do psohet edhe i gjithë trupi. Dhe unë pa harruar, për këtë libër duhet që të përshëndes edhe prindrit e mi. Imagjino në librin e tretë që unë e kam publikuar tani para një jave, kur unë isha duke publikuar, shpeshherë mami më thoshte, sepse me mamin e kam pikën ose e kam si pikë më të dobët, e kam si arterien koronare të djathtë, ndërsa si arterien koronare të majt, më fal, ndërsa babin e kam si arterien koronare të djathtë dhe më thoshte her pas here që mos ri pa gjumë, sepse mos shkruaj vonë, sepse nuk është e shëndetshme. Dhe
dua që t'i falenderoj shumë sepse motivi më kryesor që mua më kanë bërë ose që të motivohem kanë qenë ata. Edhe tani unë nuk i simbolizoj më si arterje koronare, por i simbolizoj si arterje të cilat oksigjenojnë direkt trurin. Pra i jap metaforë më të madhe dhe shpresoj se dhe gjithë ata që na dëgjojnë duhet që t'ua dim vlerën dhe ndonë se unë nuk kam as motor as vlla, motivi im kryesor, pasqyrimi im kryesor për mua janë ata dhe ata janë si një gjak i cili rrjedh në arterjet e mia. Pa prezencën e tyre, pa të folurën e tyre, pa telefonatën e tyre, unë nuk do isha kurse si ky që jam, por nuk mund të bëj as për publikun dhe as nuk mund të kisha arritur në këtë pikë. Dhe falenderues që i kam dhe falenderues dhe për gjithë ata që i kanë. Luciano, dhe diçka të fundit, një thjerrje, duke qenë se ju bëni një promovim të premten, mos gaboj të librit. Libri ka dalë, do shpërndahet së shpejti pothuajse në gjitha librarit. Numrin unë e kam edhe unë në asnjë emision tjetër nuk kam lënë numër kontakti. Libri ndodhet, unë kam publikuar dhe video në Facebook, është në Instagram, është në disa librari këtu të ndryshme në Tiranë, librari Sara, librari Art që mund ndodhe në zona të ndryshme të Tiranës, dhe po ecën shumë mirë dhe synimi i tij nuk është as pak që të shitet sa më shumë, por që njerëzit të kuptojnë se brenda tyre fshihet një mikrounivers. Faleminderit shumë, sot debati shumë suksese dhe sa më shumë ta kenë librin në duar dhe sa më shumë të shërbehet gjithë popullata me një horë që ju keni. Faleminderit shumë.